misioni i tij që ka qenë për me kuptuar të vërtetën, edhe me i pru njerëzit tek adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, me udhëzu ata për marrjen tek e vërtetë fesë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer si obligim, ndaj në haxhin e Mtumijës, sikur se shënon Imam Ahmedi, Buhariu, Muslimi, prej Abdullah ibn Abbasit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë fjalimin e tij historik, fjalimin e tij shumë veçantë, thot Abdullah ibn Abbasi, thumma rafa ra'sahu fa qala, tha ngriti kokën lart drejt qiellit edhe tha, Allahumma hal ballagt, Allahumma hal ballagt. O Zot jam, a e kryta? O Zot jam, a e kumtova? A e kryta misionin? Dhe saktësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer. Na dëshmojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer amanetin, ndaj na e kemi shumë qartë, edhe shumë të rujtun, edhe shumë të kristal, domethënë sunetin e tij, fen që na i ka treguar, dhe e gjithë normativa e fesë, e gjithë gama e ligjeve të fesë, edhe dispozitave dhe urdhëresave, ndalesave, është pikërisht e ruajtur nga kjo domethënie që është feja. Ndaj në Islam është i ndaluar bidati. Ndaj në Islam është i ndaluar domethënë tendenca për me saju dhe me shpikje dhe me shtu. Pse është? Sepse bidati bën dash me këtë koncept. Domethënë nuk mundet më kanë Islam objektivi i madh, realizimi i ruajtjes së fesë dhe njerëzit jetë dera hapur njerëz të marrë me modifiku fenë ose me shtu në fe. Sepse kjo e çon fenë në rreziqet e mëparshme që vetë se kanë ndodhur tek popujt e mëparshëm, që klerikët, njerëz të mëdhtë fesë, kështu më i kanë dhënë drejt vetës mu përzi në kompetencat që si takojnë dhe rrëdhëmisht pastaj kanë modifikuar fenë derisa feja ka dalë prej origjinalitetit që ka pasur tek profetët e vet.